shembull i punëtorëve të IMK Qelikut në gjykatën e Strasburgut, apo jo? Absolutisht, po jo vetëm këtë rast. Po t'jeni të bindur, sot në fakt është shqetësuese niveli i lartë i parashtrimeve në gjykatën kushtetuese nga ana e qytetarëve. Po. Sepse dhe qytetarët kanë të drejtë, siç e tham më herët, që të bëjnë parashtrimet, bëjnë kërkesa në gjykatën kushtetuese kur vlerësojnë se procedura gjyqësore që është realizuar në 3 instancat e sistemit të rregull drejtësisë e shkelni të drejtë të tyre kushtetuese dhe sot është shqetësuese niveli i shpalljes së papranueshme nga ana e gjykatës kushtetuese. Tani unë nuk dua ta paragjykoj qëllimin ose jo, sepse tek e fundit në thelb gjykata kushtetuese e ka një protokoll të shpalljes pranueshme së papranueshme në raste dhe është e vërtetë që kërkesat për të shpallur pranueshme në gjykatën kushtetuese vërtet duhet të jenë të hartuara në mënyrë cilësore, por lehtësia ndonjëherë e shpalljes pranueshme këtyre kërkesave do të bënte që sikur Kosova të ishte në antare e Këshillit të Evropës, do të bënte që Strasburgu të vërshojë nga kërkesat e qytetarëve të Kosovës, të cilët pastaj do të rezultonin me dëme të jashtëzakonshme financiare për shtetin tonë, sepse gjykatat tona nuk e kanë idenë, do të thotë, e zbatimit të detyrimit që buron nga nëni 53 i Kushtetutës, i cili flet veçanërisht për detyrimin e sistemit tonë gjyqësor, që me rastin e interpretimit dhe zbatimit e drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të merr në konsiderat jurisprudencën, në mënyrë të drejtë për drejtë, jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut. Dhe këtë asnjëherë nuk e bëjnë gjykatat tona. Sot ka raste në gjykatë që ka mbi 20 vite që janë në urvatën në sistemin e drejtësisë. Dhe këto raste natyrisht që janë të patejkalueshme nga Strasburgu, po të kishte një mundësi mekanizmi për referim në këtë gjykatë. Mirë, po të kishit ju mundësi si jurist të ndryshoni diçka në këtë kushtetut, çfarë vërtet besoni që është më akute që ta amandamentohet, cila pjesë e kësaj kushtetutte që do ta bënte qoftë më kompatibile me vetë organizata tjera ndërkombëtare që merren me drejtat e njerëzit, qoftë edhe se kjo e Këshillit të Evropës, apo për të avancuar drejtat e njerëzit, drejtat ekonomike, drejtat juridike të vendit. Ku shihni zgavrat më të mëdha në Kushtetutën e Kosovës, pyetja kështu më. Në fakt janë disa, le të themi, aspekte të nevojës për ndryshim të kësaj kushtetute. E para lidhet me funksionalitetin e institucioneve. Pra shpeshherë e kemi parë që e ka përplotësuar rregullimin kushtetues një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili ka ardhur si rezultati një shkelje ose si një kërkese për interpretim. Në rast konkret, pra, çështja e organizimit dhe përvijimit të kufive të veprimit të secilit pushtet duhet të përkufizohet, ndoshta duhet të rezultojnë në ndryshime, sepse kemi parë që ndonjëherë akt gjykimet e gjykatës kanë tejkaluar edhe në pikpamjen time edhe frymën e një norme të caktuar kushtetuese, por natyrisht to janë bërë me qëllim që të krijojnë standarde të respektimit dhe të zbatimit të kushtetutës. Tani fatkeqësisht gjykata kushtetuese në pikpamjen time, për mendimin tim, braktisi herët doktrinën e aktivizmit gjyqësor dhe u erdhi. Parit bie kjo për ata që janë më lajk. Doktrina në gjyqësinë kushtetuese, të cilat i aplikon gjykata kushtetuese. Doktrina e aktivizmit gjyqësor që në kupton të drejtën e gjykatës kushtetuese për të përfshirë në dhënien e këshillave për institucionet për qëllime të zbatimit sa më të mirë të kushtetutës dhe le të themi doktrinën e vetë përmbajtjes gjyqësore, gjykata kushtetuese nuk përgjigjet më në kërkesat të cilat në dekadën e parë të punës së saj e ka bërë në mënyrë proaktive gjykata kushtetuese. Tani nga viti 2019 gjykata kushtetuese nuk pranon kërkesa për interpretimet kushtetutës, për vetëm kufizohet në trajtimin e rasteve që përbëjnë një vendim ose që ka një objekt ose një ligj ose një vendim ose një shkelje dhe pastaj përmes vlerësimit të saj. Po, këtë e quani gjë të keqe. Unë mendoj që ka qenë e parakoshme, sepse një gjë të tilla kanë bërë edhe kushtetutat edhe le të themi gjykata të tjera si motra nëpër vendet e Evropës, mirë po ka qenë e parakoshme sepse tani në kontekstin
17 vite pas e shohim që kushtetuta jo të gjitha aspektet e jetës mund të rregullojë dhe ndonjëherë ka shumë rëndësi edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese. Dhe kur ky kufizohet, tani kemi situata praktike të mosrregullimit me norma kushtetuese në një aspekti të caktuar, i cili edhe në mënyrën çfarë është nuk mund të referohet për interpretim as në gjykatën kushtetuese. Prandaj aspektet të cilat duhet le të themi ose mund të rishikohet kushtetuta janë aspektet kryesisht që lidhen me kompetencat e barsë e institucioneve qendrore të qeverisjes, natyrisht me mundësinë që unë avokoj për të drejtën e gjykatës kushtetuese për të bërë atë që e bëjnë zakonisht gjykatat kushtetuese nëpër botë, që është vlerësimi ose konstitucionalizimi i partive politike, që nënkupton të drejtën e gjykatës kushtetuese për të vlerësuar kushtetshmërinë e funksionimit dhe statuteve të partive politike. Dhe natyrisht kjo edhe ndoshta mund të adresohet edhe me ligj, sepse juridiksioni shtesë i gjykatës kushtetuese mund të rregullohet edhe me ligj, por ka edhe aspekte të caktuara të punës së institucioneve të pavarura, veçanërisht kjo pjesa e kapitullit për lirinë ekonomike është e mangët dhe natyrisht ka hapësirë për A sheni që është ka hapësirë për cënëshmëri, pra ju vetë, zoti Fetau, keni dorëzuar në gjykatë kushtetuese një sër ligjesh që janë atakuar nga opozita, ju në emër si avokat i PD-k-s në atë kohë, pra në atë pozicion që keni mbajtur. Në anën tjetër ne shohim që, sidomos pushteti i deritanishëm, që është ende në detyrë, ka kritikuar pra që institucionet gjyqësore janë përdorur një farë mënyrë për gjuhëti shtrigash ndaj. Sa është imun mënyra e funksionimit institucioneve gjyqësore të na, po edhe vetë kushtetuta le shumë hapësirë që edhe të përdoren to. Po tani sigurisht që kushtetuta nuk mund ta rregullojë çdo aspekt. Dhe natyrisht është e natyrshme, është krejt normale që vendimet e gjykatës kushtetuese, të gjykatave të rregullta, shpeshherë të përbëhen objekt të diskutimit, të polemikave, të ndryshme nga grupet e caktuara politike dhe jo vetëm, por është e rëndësishme që këto vendime të mos jenë politike. Pra, në rastin konkret, veçanërisht le të themi këto vitet e fundit, të gjitha betejat që janë zhvilluar në gjykatën kushtetuese dhe jo të gjitha, le të themi unë shumicën prej tyre në këtë rast rreth 30 parashtrime i kam dorëzuar në gjykatën kushtetuese, i kam përfaqësuar dhe i kam hartuar këto kërkesa në gjykatën kushtetuese. 10 prej tyre tashmë deri me tani kanë marrë epilog dhe shumicën prej tyre edhe e kemi fituar. Dhe mund të them që edhe